Kush janë problemet kryesore që na ndodhin gjatë muajve të verës? Infeksionet urinare dhe problemet me tretjen, pra fryrjet, diaret apo vështirësitë në daljen jashtë janë problemet kryesore. Çfarë duhet kemi parasysh? Të hidratohemi sa më shumë, duke marrë sasi të shtuara uji apo edhe lëngje frutash. Të minimizojmë sasinë e alkoolit ose edhe kur ai është në vakte në mënyrë të konsiderueshme, atë ditë sasia e ujit duhet të jetë minimalisht 2 fishin i sasisë së ujit që marrim gjithmonë. Vaktet duhet të nisin gjithmonë me një sallatë. Pra të nisen me sallatë dhe të vazhdohet me një proteinë që në muajt e verës proteinat më të thjeshta janë padyshim peshku dhe pula. Por hidratimi dhe vaktet e freskëta, jo mbajtjet e ushqimeve nëpër çanta dhe ekspozimi i tyre në diell, sepse ato na shkaktojnë problematikat kryesore që janë problemet gastrointestinale apo edhe problemet e vështirësive në urinim apo djegje të urinës. Kështu që hidratohuni, hani vakte të freskëta dhe sa më shumë proteina të lehta të peshkut dhe pulës.